Mirë se vini në Yjet Flasin. Sot Yjet kanë një mesazh të veçantë për ju, ndaj qëndroni me ne deri në fund për të zbuluar çfarë ju pret. Abonohuni në kanal që të mos humbisni asnjë parashikim dhe asnjë mesazh nga Yjet. Deri më 5 maj, këto 4 shenja të horoskopit marrin lajme të mëdha. Deri më 5 maj, për disa shenja të horoskopit po afrohet një periudhë që nuk kalon pa lënë gjurmë. Ka një energji të veçantë në ajër, sikur diçka po lëviz në prapaskenjë dhe po përgatitet të dalë në dritë në momentin e duhur. Për 4 shenja, kjo periudhë mund të sjellë lajme të mëdha, përgjigje të pritura, mesazhe që ndryshojnë humorin, telefonata që hapin një rrugë të re, ose sinjale që i bëjnë të kuptojnë se koha e pritjes po mbaron. Disa prej këtyre lajmeve mund të lidhen me dashurinë. Disa me punën, me lekët, me një mundësi të papritur, ose me një zhvillim që vjen pikërisht kur mendohej se gjithçka ishte bllokuar. Këto nuk janë ditë të zakonshme për këto 4 shenja. Janë ditë që mund të sjellin kthjellim, lëvizje dhe ndjesinë se universi më në fund po jep një shenjë të qartë. Dhe kur një lajm i madh vjen në kohën e duhur, ai nuk ndryshon vetëm një ditë, por edhe mënyrën si shihet ajo që vjen më pas. Binjakët. Për binjakët, deri më 5 maj hapet një dritare shumë e fortë lajmesh, mesazhesh dhe zhvillimesh që lidhen me komunikimin. Kjo është një nga ato periudha kur një telefonat, një përgjigje, një mesazh, një kontakt ose një takim i vogël mund të kthehet në diçka shumë më të madhe nga sa pritej. Ti je ndër shenjat që ndjen më shpejt se të tjerët kur energjia po lëviz dhe këtë herë ndjesia jote mund të dalë shumë e saktë. Një lajm i mirë mund të vijë nga puna, nga një çështje që ishte pezull, ose nga një person që nuk e mundur ta lexosh qartë deri tani. Ka gjasa që deri më 5 maj të kuptosh se diçka po merr drejtim. Mund të marrësh një përgjigje që të qetëson, një mundësi që të ndez mendjen, ose një shenjë që të bën të lëvizësh më me besim. Edhe në dashuri ka lëvizje. Një person mund të shkruajë, të hapet, ose të japë një sinjal më të qartë se më parë. Për binjakët, lajmi i madh nuk vjen domosdoshmërisht me shurm, por me peshë. Dhe pikërisht kjo peshë do të bëjë të kuptosh se ka nisur një kthesë e re. Gaforja. Për gaforen, lajmet e mëdha deri më 5 maj lidhen me zemrën, me familjen, me sigurinë emocionale dhe me diçka që të prek thellë. Ti ke kaluar një periudhë ku shpesh ke ndjerë se po mban brenda vetes shumë paqartësi, shumë pyetje dhe shumë ndjesi të përziera. Por tani situata mund të nisë të kthjellohet. Një lajm i rëndësishëm mund të vijë nga një njeri i afërt, nga një marrëdhënie që ka qëndruar pezull, ose nga një çështje që lidhet me shtëpinë, me familjen ose me një vendim që të ka rënduar prej kohësh. Kjo periudhë mund të japë një shenjë të qartë se diçka po shkon drejt zgjidhjes. Në dashuri, ti mund të marrësh një afrim, një pranim, një sqarim ose një lëvizje që të jep qetësi. Në anën praktike, mund të vijë edhe një lajm që lidhet me stabilitetin tënd, me një plan të ri, me një hap konkret ose me një njeri që të mbështet më shumë se ç'presje. Për gaforen, lajmi i madh nuk është vetëm fakti që vjen diçka e re, por që ajo vjen në një mënyrë që të prek në shpirt dhe të jep ndjesinë se po hyn në një fazë më të sigurt. Akrepi. Për akrepin, deri më 5 maj lajmet e mëdha vijnë si kthesë, si zbulim, si diçka që çan mjekullën. Ti je ndër ato shenja që e ndjen fort kur e vërteta po afrohet dhe këtë herë ajo mund të vijë në formën e një përgjigjeje, një lajm i pune, një njoftimi financiar ose një sqarimi që të heqë një barë nga mendja. Kjo është një periudhë shumë e fortë për ty, sepse mund të të nxjerrë nga pritja dhe të fusë në lëvizje. Një çështje që të ka lodhur, të ka mbajtur pezull ose të ka bërë të dyshosh, mund të marrë më në fund drejtim. Deri më 5 maj, ti mund të kuptosh qartë kush është me ty, çfarë po hapet përpara teje dhe ku duhet ta përqendrosh energjinë. Në financa, mund të vijë një lajm që të jep shpresë më konkrete. Në dashuri, një sqarim ose një afrim mund të tregojë më shumë se ç'kanë treguar javë të tëra në heshtje. Për akrepin, lajmi i madh ka efekt sepse nuk vjen vetëm si informacion, por si ndryshim force. Ai të bën më të kthjellët, më të fortë dhe më të gatshëm për hapin tjetër. Ujori. Për ujorin, lajmet e mëdha deri më 5 maj mund të vinë papritur, por pikërisht aty qëndron fuqia e tyre. Ti je ndër shenjat që shpesh përjeton kthesat jo kur i pret, por kur mendon se asgjë nuk po ndodh. Dhe kjo periudhë mund të funksionojë pikërisht kështu. Një lajm që lidhet me punën, me një mundësi të re, me lëvizje në jetën personale ose me një vendim që ndryshon planet e tua, mund të vijë dhe të zgjojë menjëherë. Deri më 5 maj ka energji shumë të fortë për surpriza të dobishme.
mund të kontaktoj dikush, të hapet një derë, të marrësh një përgjigje pozitive, ose të kuptosh se po hyn në një fazë të re ku nuk do rish më në vend. Edhe në dashuri ka zhvillime. Mund të vijë një mesazh, një kthim, një sqarim ose një afrim që të bën të shohësh ndryshe atë që po ndodh rreth teje. Për ujorin, lajmi i madh ka vlerë sepse sjell lëvizje atje ku ka pasur bllokim. Dhe ti, sa po e ndjen këtë lëvizje, fillon menjëherë të mendosh më larg. Këto ishin 4 shenjat që deri më 5 maj mund të marrin lajme të mëdha dhe të ndjejnë se energjia po ndryshon në favorin e tyre. Për disa do të jetë një përgjigje e shumë pritur. Për disa një mesazh që hap një derë. Për disa një sqarim që jep qetësi, ndërsa për të tjerët një mundësi që sjell lëvizje, dritë dhe besim më të madh për ditët që vijnë. Kur lajmi i duhur vjen në momentin e duhur, ai mund të ndryshojë shumë më tepër nga sa duket në fillim. Nëse shenja jote ishte sot këtu, merre këtë si një sinjal për të qenë më i vëmendshëm ndaj asaj që ndodh rreth teje deri më 5 maj. Shkruaje në komente shenjën tënde të horoskopit dhe më thuaj nëse e ndjen që po afrohet një lajm i madh. Dhe mos harro të abonohesh në kanal, sepse videot e radhës do të sjellin të tjera data të forta, të tjera shenja me fat dhe të tjera parashikime që nuk duhen humbur.